Në epokën e ekraneve, lapsi po humbet çdo ditë vendin e tij, ndërsa shkrimi me dorë rrezikon të bëhet një aftësi e harruar. Një studim ndërkombëtar në International Journal of Environmental Sciences tregon se vetëm 22% e gjeneratës Z shkruajnë me dorë çdo ditë, pra duke përdorur lapsin, ndërsa 44% e përdorin rrallë ose as pak. 65% preferojnë tastierën për shënimet dhe detyra, ndërsa vetëm 20% zgjedhin shkrimin me dorë. 71% besojnë se shkrimi i tyre është përkeqësuar nga pajisjet digjitale dhe 84% mbështeten në autokorrekt. Studimet tregojnë se shkrimi i dorës nuk është thjesht një zakon i vjetër, por një proces që aktivizon drejt për drejt trurin dhe ndikon në shëndetin mendor. Volumtimet ndërkombëtare neuroshkencore të publikuara në MDPI dëshmojnë se shkrimi manual aktivizon më shumë zona të trurit se sa tastiera, përmirëson kujtesën, rrit përqendrimin dhe ndihmon në uljen e stresit duke e bërë atë një element kyç për mirëqenie mendore në epokën digjitale. Duke parë ndikimin e teknologjisë në të nxënit, shtetet si Kanadaja dhe Suedia vendosën që zyrtarisht të rikthejnë shkrimin me dorë në kurrikulum shkollore, si aftësi bazë e domosdoshme. Në vitin 2023, Ministri i Arsimit i Ontarios thotë: Kulumtimet kanë qenë shumë të qarta se shkrimi kursiv është një aftësi jetësore kritike, që i ndihmon të rinjt të mendojnë më kritikisht dhe të shprehen më autentikisht. Të njëjtën gjë bëri edhe Suedia. Madje Ministri e Arsimit Lotta Edholt tha: Nxënësit suedez kanë nevojë për më shumë libra fizik. Librat fizik janë të rëndësishëm për të nxënë nxënësit. ISMA synon të forcojë aftësitë bazë të shkrimit dhe leximit dhe të rikthejë praktikat tradicionale të nxënit. Në Ballkan dikur shkrimi i dorës ishte pjesë e pandashme e shkollës, e kultivuar rregullisht. Ndërsa sot përdorimi i pajisjeve digjitale ka zbehur këtë praktikë, duke bërë që rikthimi i tij të jetë një sfidë, por vërtet e nevojshme.